Mirë, tash të ndëruar shikues përmes një komunikimit të drejt për drejt, virtual dhe realisht, po shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe flasim me mysafirin e parë që e paralajmëruam veç pak minuta më herët, është Yll Sadiku, avokat, tashmë student i nivelit master në Universitetin e Harvardit, edhe flasim për përvojën e tij nga ky universitet, pra sigurisht që është AIK e universiteteve botërore, apo jo, edhe një prej top universiteteve botërore. Ato që thamë veç pak minuta më herët me Delfinën është që sot nuk është çudi pra që të kemi student shqiptar atje, të diplomuar shqiptar atje, dhe vërtet njerëzit tonë tashmë janë gjithandej. Ylli, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Ylli. Mirëmëngjesi për juve. Faleminderit që ke qëndruar zgjuar deri në këtë kohë, nuk e di se si je me gjumin, por e dim që është vonë atje. Por, si të që tjetë, faleminderit shumë, edhe ne të urojmë suksese nga këto, por fillimisht a mund na përshkruash se si ka qenë rrugtimi i juaj, kështu akademik, nga studimet në Kosovë dhe atje në Harvard. Apo na përshkruan pak? Po, gjithsesi, unë kam kryer fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës në vitin 2020. Pastaj kam bo pak përvojë në institucionet publike, pastaj në sektorin privat ku kam kalu si avokat, edhe prej aty e pash kështu të nevojshme që të specializohem edhe më tej në të duke u fokusu në të drejtën e korporatave, edhe kam fillu me aplikimet për studimet në nivelin master, edhe një nga universitetet në të cilët u pranova ishte edhe Universiteti e Harvardit. Pastaj edhe për arsye që dihen vendosa që të zgjedh Universitetin e Harvardit. Okej, a ishte ëndër Harvardi ma herët Ylli për ty personalisht, sepse nuk e di, gjithë ata që kanë ambicje shkojnë deri në Harvard, po mandej ti tregoma se edhe ambicjen edhe mandej si arrite deri atje. Po gjithsesi, po menoj Universiteti i Harvardit, sidomos fakulteti i drejtësisë është i njohur, kështu ka është universiteti më i vjetër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe ka një prestigj botëror kështu. Unë idem për Universitetin e Harvardit e kam pasur që nga fëmijëria, pastaj kështu edhe e kam orientuar karrierën për me e kriju një profil i cili është i përshtatshëm për këtë universitet. Sistemi aplikimit këtu është sistem tejet formal, kërkohen disa letra rekomandimi, kërkohen disa analiza ligjore, por gjithsesi se këta kërkojnë edhe kandidat të cilët tregojnë potencial për vetë iniciativë, që kanë marrë vetë iniciativë gjatë përvojës së tyre. Pas kësaj janë edhe disa teste të standardizuara, të cilat po ashtu edhe kërkojnë rezultat mbi mesatar, edhe një kombinim kështu i shumë elementeve që po besoj që edhe ne i kam plotësu, edhe këto më lejun me ardhë në Universitetin e Harvardit. Sa sfiduese për ty personalisht Ylli ishte e gjithë kjo përvoje, aplikimit, e pranimit atje, pastaj ndrimit ambientit, edhe nuk e di nëse ka qëndruar më herët në Amerikë, por që është një sistem më ndryshe ndoshta se kurse të ne, apo jo. Plus Harvardi ka emrin e madh, konkurenca me siguri është shumë e madhe dhe është sistem ndryshe. Po, definitivisht, sistemi i edukimit në SBA është shumë i ndryshëm në përgjithësi nga sistemet evropiane, këtu duke përfshi edhe Universitetin e Prishtinës. SBA-t e kanë të adaptuar mënyrën sokratike të mësimdhënies, ku orët e ligjëratave i përngjajnë një lloj dialogu mes profesorëve dhe studentëve. Në këtë mënyrë studentët kanë rol aktiv në ligjërata dhe japin kontribut në vazhdimsi. Ideja e krejt kësaj është që të zhvillohet të menduarit kritik edhe të inkurajohet analiza e mendimit për te librave. Kjo mënyrë e studiuarit kombinohet pastaj edhe me punë praktike dhe vlerësimi në shumicën e lëndëve bëhet gjatë tërë semestrit. Sigurisht i kemi edhe provimet që i mbajmë në fund të semestrave, por vlerësimi nuk bazohet vetëm në provime. Në Universitetin e Prishtinës, edhe pse tash është bërë pak kohë prej kur kam dalë prej aty, por ne kemi pasur një mënyrë tjetër të studimeve, ashtu që i ngjan më shumë këtij sistemit evropian, ku studentët kanë një rol më pasiv dhe ku vlerësimi kryesisht bëhet duke u bazuar në provime.
po ashtu në këto sistemet, si kur qysh është Universiteti i Prishtinës, kemi më shumë mësime që bëhen direkt nga librat. Ne në UP jemi mësu me pa profesor të cilët ligjerojnë shumicën e kohës, edhe her pas here jepet rasti studentëve me bë pyetje, por nuk kanë edhe rol kaq aktiv. Po gjithsesi tash edhe UP-ja po mendoj ka marrë praktika nga universitetet ndryshme botërore, dhe besoj që mënyra e mësimit është përmirësuar dukshëm. Për mua sfida kryesore ka qenë ky tranzicioni në metodologjinë sokratike të mësimit. Mua besoj që kjo ka qenë, është programi këtu është i strukturuar në atë mënyrë që u lehtëson adaptimin studentëve nga sisteme tjera. Edhe në këtë mënyrë unë besoj se tani më jam adaptuar ashtu si edhe studentët e tjerë. Mirë, Ylli, me që sigurisht e përmendi dhe Delfina që Harvardi është emër madh si universitet, si prestigj, absolutisht, por nga ana tjetër kam përshtypjen derisa po e shpjegoje, kisha këtë bindjen përshtypjen që Universiteti i Prishtinës të sfidon edhe mbasi të përgatit, kuptimin e nuk di nëse e ke ndje që e ke marrë një bazë të mirë nga Universiteti i Prishtinës, kuptimin asaj që duhet ndoshta të lexosh më shumë, të mësosh më shumë për me ardhur te një konkludimi, një diçkaje. Po, gjithsesi, po studimet në Universitetin e Prishtinës kanë vlerë të madhe, ashtu që edhe përmenda, sidomos tashmë së fundi e di që edhe Universiteti i Prishtinës është duke ndjekur praktika shumë bashkohore. Edhe besoj që kjo kanë ndihmuar në përgatitjen e studentëve për me hyrë edhe në universitetet më prestigjioze në botë, që është Universiteti i Harvardit, edhe qysh Universiteti i Prishtinës më ka përgatitur edhe mua. Gjithmonë ideja është që studentët të mos kufizohen vetëm në librat akademik, por të studiojnë edhe përtej tyre, të shohin edhe të rinë relevant me problemet bashkohore që janë kudo në botë, për shkak se ato probleme qoftë direkt apo tërthorazi e prekun edhe sistemin e Kosovës. Ylli, kur je jashtë dhe kur je në një vend tjetër, sidomos në Amerikë ose do të thotë në ambiente ndërkombëtare, me siguri që ndikohet pak ndoshta mënyra se si e shihni të drejtën dhe drejtësinë. Sa ka ndikuar te ju personalisht kjo pjesë? Definitivisht ndikon, për shkak se i ekspozohesh një sistemi tjetër, i ekspozohesh sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i ekspozohesh një sistemi ku sundimi i ligjit është goxha solid dhe me vite ka dëshmuar që funksionon. Në anën tjetër në Kosovë, ne si shtet jemi shtet i ri, andaj edhe institucionet kanë shumë punë për të bërë, për të mësuar e njëjtë edhe avokatët. Pastaj, qysh perceptohet drejtësia, gjithsesi një gjë që e kam mbrejtur këtu direkt si kam ardhur, është se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës njerëzit i besojnë sistemit. Në Kosovë ka njëherë kam përshtypjen që po humb besimin në sistemin e drejtësisë. Edhe kjo është punë e juristëve, është punë e avokatëve, gjyqtarëve, prokurorëve, që të punojnë së bashku për ta ngritur besimin në sistemin e drejtësisë. Ju po studioni diçka që ka të bëjë me të drejtën e korporatave, siç quhet kjo, e drejta e korporatave apo jo? Ylli. Po, përkthimi do të ishte e drejta e korporatave. E drejta e korporatave. Pra, cilat janë modelet edhe cila është ekspertiza që merr nga atje, edhe mandej cilat janë synimet tua personale? A është ideja pra me u kthy në Kosovë edhe me dhënë kontributin, apo ndoshta, nuk e di, Amerika din me të absorbu? Por mandej është edhe shpreha me sa e di e Harvardit që thotë një prej shprehjeve, që thotë sa më larg Harvardit diploma e këtij universiteti vlen më shumë. Kuptimi asaj që konkurenca është më e madhe, mandej vlen sa më larg, njihet më shumë, vlerësohet më shumë. Edhe kontributi mandej vjen në shprehje më tepër. Po, që me fillu kështu kronologjikisht që shkem pyetjet, e drejta e korporatave ka të bëj me themelimin e shoqërive tregtare, ka të bëj me marrëveshjen ndërmjet bashkëpronarëve,
drejtat e tyre, me rritjen e kapitalit e pastaj edhe me shitjen e kompanive apo bashkimin e dy kompanive kështu. Tash, drejta e korporatave në Kosovë si specializim praktik nga avokatët është specializim I cili ka ardhur relativisht vonë. Nëse e marrim me përqindjet e avokatëve, 1% e vogël e jona janë të specializuar në drejtën e korporatave. Kjo ka të bëjë me shumë arsye. Arsyeja e parë është se tregu është mjaft I vogël, edhe kjo ka bërë që shumica e avokatëve të kenë fusha më të gjera të praktikës. Së dyti, Fakulteti Juridik në Universitetin e Prishtinës ende nuk ka një program master të drejtës së korporatave dhe lëndët e kësaj fushë në bachelor janë goxha të limituara. Sidoqoftë kohëve të fundit e kemi kështu një zhvillim të dukshëm të kompanive dhe kjo gjithsesi që do të krijojë të zhvillohet edhe kjo deg e drejtësisë. Tash, ideja e një avokati në të drejtën e korporatave është që avokati e krijon një strukturë të kompanisë e cila jo vetëm që I plotson kushtet ligjore, por edhe mbron kompanitë nga problemet potenciale në të ardhmen. Çështja e specializimeve në Kosovë do të vijë me rritjen e tregut edhe me zhvillimin e kompanive vendore më së shumti, por gjithsesi se këtu është shumë I zhvilluar çështja e specializimeve. Domethënë kompanitë kërkojnë avokat të specializuar për një problemin specifik që e kanë. Është njëjtë sikur edhe me profesionistët shëndetësorë, ndonse kuptohet se nga aspekti regulativ, këto profesione kanë shumë dallime, por për shembull nuk mund të jesh edhe kirurg, edhe urolog, edhe dermatolog. Pacientët kërkojnë doktorin e specializuar për problemin që e kanë. Në SBA të gjithë kompanitë kërkojnë specialist të fushës për atë problem. Po ashtu, këtu gjatë studimit në të drejtën e korporatave, studimi shoqërohet shumë edhe me mësime për natyrën e problemeve të biznesit. Ideja është që avokati duhet të ketë njohuri të tregut, njohuri të industrisë ku operojnë klientët. Roli I avokatit gjithmonë është që të paraqes një thjeshtësim të problemit dhe të zgjidhjes ligjore para klientit. Pra avokatët duhet të flasin gjuhën e bizneseve e të mos presin nga bizneset që të flasin gjuhën e ligjit. Po gjithsesi edhe roli I avokatit në Kosovë besoj që ka nevojë të vlerësohet pak më shumë për shkak se shumë procese të ndërlikuara ligjore nganjëherë nuk ju jepet edhe as shumë rëndësi, edhe këto pastaj janë burim për probleme më të mëdha në të ardhmen. Pas studimeve në Harvard, ideja është që të kthehem në Kosovë dhe fillimisht të kontribuoj në sektorin privat. Ne së bashku me disa partnerë vetëm kemi themeluar një zyre avokatie, ku kam punuar aty për 2 vite para se të vi në Harvard dhe plani është që të kthehemi të ndërtojmë një ekip e cila jep shërbime ligjore për bizneset në Kosovë dhe sjellim këto praktikat më të mira nga SBA. Kjo besoj se kërkon ca kohë, por gjithsesi kërkesa për avokat të specializuar në Kosovë është duke u rritur. Përveç kësaj, do të isha I lumtur që të kontribuoj edhe në akademi, por janë disa limitime të vendosura nga universitetet publike, po ashtu edhe disa limitime që vijnë me licencimin si avokat, por gjithsesi se do të isha interesuar që të kontribuoj edhe tek mësimdhënia për brezat e rinj. Yle, përvojën e ke pas edhe këtu, do të thotë edhe me studime, por edhe pak përvojë pune, gjithçka tjetër, po a ke pas emocione kur ke shkuar atje me u taku me gjithë ata studentë dhe sa mikpritës kanë qenë ata, si ka qenë gjithë ambienti aty, si ke kalu ose si je tu kalu? A ke thonë pse erdha ose je kështu mirë me vendimin? Është njohur këto pak në farë sindrome që e kanë studentët kur vijnë këtu, e që kanë njëherë mendojnë që se qysh kanë arrit për me ardhë. Po programi është shumica në program jemi student ndërkombëtar, edhe kjo ka bërë që të gjithë të jemi ashtu, të kemi të gjithë të njëjtat mendime, pastaj edhe interesat e problemet e njëjta. Në fillim kur kam ardhur sigurisht, gjithmonë është ajo periudha e tranzicionit, periudha e cila duhet të punu pak më shumë për me u përshtat.
por gjithsesi se me punë edhe me ndihmën e stafit të Harvardit jam adaptuar shpejt, ashtu si edhe studentët tjerë. Mirë, Ylli, nuk po të mojmë gjatë, sigurisht kemi me pas rasti me kontaktua dhe herave të tjera, por urojmë që vërtet ky rrugtim e jotit të jetë sa ma i lehtë për ty, i ri që është si duhet kuptimin e impenjimit që e kërkon, e përkushtimit që e kërkon studimi puna pra në Harvard, mirë po kur i ketë qëllimet, synimet e qarta, gjithçka është shumë ma lehtë. Edhe më erdhi mirë posaçërisht fakti që the që pas studimeve, pas pra këtij nivelit të studimeve, ambicia jote është me u rikthyer në Kosovë, sepse vërtet kjo do duhet me qenë ambicia e secilit. Në farë mënyrë me ardhë, me i forcu bazat, themelet e shtetit vetë. Duke qenë që ti ke pas, po s'folim në një rast tjetër plasim, edhe përvojën pak nga presidenca, që ke qenë këshilltar ligjor në presidencë, edhe njerëzakonisht mirë këtë, edhe vlerëson njerëzakonisht mirë këtë. Po të urojmë gjithë mirat, Ylli. Sukseset utje. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, ditë mbarë. Gjithë mirat.